nuk shkon sepse ata kanë thonë që na nuk votojmë asnjë propozim të vetëvendosjes, rrjedhimisht s'ki çka me shku. Tash nesër na muj me livdu sonë të memnin që po shkon për më varët që ka del nesër për i takimit, atëherë merë kuptim edhe a ka bo mirë që ka shku, as ka bo mirë. Unë prapë po insistoj, sidomos për LDK-n, që kjo periudha e tentativave të Albulinës, që pushteti ka dalë shumë keq edhe i dopt, ishtë dasht me i dhonë zemër edhe me i tregu që hegemonia e vetëvendosjes nuk është mos i përpara. Nuk ka mujt me depërtu arsyetimi i vetëvendosjes për vënesat, për me fajsu opozitën, s'ka mujt me depërtu heq as të analistët e saj në pushtet. Ju i keni po deputet nuk dishin as që ka me thonë, që qelshin dyrë të ikpi kamerave. Se s'kishin as qëndrim, nuk e kuptejshin pse o shtu vënu kështu. Albulena vetë nuk e kuptejke se s'pëndrohet. E po shkish shku me një intervjist Gjipni se këtu s'po del në këtë ku, kish menu që atje se din për situatën, e kish sakatua jo prezentusja si pafajshëm dyqysh. Edhe me kjo si në zgabim, u që ditke, se ja bëj ke qaki që po kandidën që ishtë atëherë. As po pritan dyqysha, edhe janë isi më arsitu e nuk dike që është më arsitu. Po du me thonë që denë që të pik e ka fitu opozita, ma shumë kësha thonë e ka hubë vetëvendosjes sa që e ka fitu opozita. Që ky muj prilin e ka fitu opozita. Ideja është ashtë nëse shkon me që po shkon PDK-ja nesër. A kanë ata një kandidat preferum rana vetëvendosjes për kryetar parlament? Unë zbesoj rrjedhimisht edhe qërtash, edhe qëndrimi PDK-s për akën, jenë 2 kandidate, cilat ata do t'i votoni, që është Sanda Bukujevci edhe Shqipe... Jënë kënë do taktizimet aty për atyshme që... Jënë kënë do taktizimet aty për atyshme, nuk jënë ku me ditë sa të menume. Kjo kësa? Po. Ja, kjo s'ke mendu me bëgë. Ama ke aty për aty, nuk është që është një plan i organizuar mirë. Ajo shumë e mirë për me do të disa orë. Keme me ditë fatmilimin edhe në Po pajtona, e arsyshme, nuk mund është një thonë me keqe. Letra ju ka dërgu vetëm, që ta lexojmë letrën për shkak se vetëm këtyre ju takon nën kryetari i kuvend. I takon partive shqiptare vetëm. Pra partive shqiptare edhe kjo. Letra e zotit Kurti është sekretar i vetëvendosjes, po është sa pat mirë i nderuar kryetar, si me thonë, i Lidhjes Demokratike ose i Partisë Demokratike, shpresoj se jeni mirë me shëndet dhe se punët po ju ecin për së mbari. Që kjo fjali ke fantastike. Më për së mbari, ma... Për së mbari, ma... Me qëllim konstituimin e Kuvendit të Republikës duhet zgjedhur kryesia e Kuvendit së pari kryetari e mandej dhe 5 nën kryetarit, duke bazuar në kushtetu 3 nën kryetar do të jenë nga 3 partit që fituan më së shumti ulse, andaj ju ftoj për një takim të përbashkët edhe me zotin Memri Krasniqi, kryetarin e PDK-s, pra kjo letra e që ka dërgu ftesa që ka dërgu Abdi Gjikut, për njëta përmbajtje ka qenë edhe për Krasniqin, në sallën numër 204 të Kuvendit të Kosovës, nesër enjte 1 maj 2025 në orën 8:30, me shpresë në përgjigje pozitive, ju përshëndes. Me nderim me Albin Kurti. Se kalon pa përmend kryeministër në detyrë i Republikës. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministër në detyrë i Republikës. Gjithçysh duhet me cek që ka dalë se mos po harrojnë, atë mos më marrin dyqi. Ideja se çka do të dosh me ftu sekretari i Lëvizjes Vetëvendosje. Po çashtu është në koalicioni tjetra domthonë nuk është kur nuk e di pse e shtron si problem zgjidhjen e kryetarit. Zgjidhjen e kryetarëve. Ajo automatikisht si të zgjidhet kryetari i Kuvendit, ajo është punë e kryme. Kështu që mendoj se brenda kësaj letre fshihet çaja që thash, manovra me shpërnda fajin për faktin skandaloz që Kosova pasi ka marrë zgjedhjet në shkurtin e largët, tani me shkurti i largët. Ne kur u kon shkurti, me termokasi. Nesër është 1 maj, na nuk e kemi as kuvendin të konstituuar. E natyrisht se kjo është e turpshme, është skandaloze. Dhe natyrisht qytetarët mendojnë se përgjegjësia kryesore, faji kryesor është tek partia e cila pretendon se i ka fituar zgjedhjet, i ka fituar zgjedhjet realisht dhe nuk po është në gjendje. Kështu që hajde që ta shpërndojmë pak këtë faj, ta krijojmë një situatë të zvarritjes në mënyrë që ta shmangim atë që është ballafaqimi kryesor i këtij procesi.
ballafaqimi për formimin e qeverisë, se këtë thelbi është aty. Me kriju një shumicë që e formon qeverinë. Atë shumicë, numrat për atë shumicë Kurti nuk i ka, sepse i kanë dështu krejt iniciativat. Edhe nuk i ka për shkak se fajnë e ka vetë. Fajnë e ka vetë sepse gjithë kjo vite, duke pas gjithat pushtet, i ka shkatru të gjitha urat e bashkëpunimi me të gjithë. Ka shkatru me mediat, duke i shpallar miqësore, ka shkatru, s'ka arrit me kriju kurfar dialogu normal me opozitën. Edhe pse... E kemi pa dhe rasti i Albirina Gjiut. I ka shkatru gjitha... Ti ki punu në atë institucion për në Kuvend Kosovës, unë kom përcjellë si gazetar, pra sjellja për shembull Albirina Gjiut të tjerëve, si që dëshmu pra i morë vetëm 5-7 vota, vetëm votat e veta, pra dëshmën që aja kur nuk e ka përshëndet kërkënd, se ka dhënë dorën kërkuj as një bashkëpunëtorit aty, as një deputetit Kuvendit Kosovës, në mënyrë që ku të vjen situata siç ashtu, nuk bëhesh prallë 6 herë me të votu aty, po dikush ta jep votën. Për shembull, Xhavet Haliti e pa të votu Glauku Njucën, ku ke bërë kryetari i Kuvendit. Pra, që i shdosh një sjellje normale me pas Shiko, kjo ka qenë e qëllimshme për shkak se Albulena Gjiu dihet për qëndrimet e saj shumë kundërshtuese, themi kushtimisht ekstremiste ndaj kundërshtarëve politik, edhe qëllimisht e kanë qenë se kanë ditë që se votojnë. Nuk e votojnë. A më nëse kështë qenë moment për me reflektu këta që si Nëse nesër Kurti i siguron 61 vota, unë të garantoj që në qatë moment ka me qitë një kandidat tjetër që ja votojnë gjithë. A mundet me dalë kënë në takimin e nesër me Emilin? Me Emilin Krasniqin? Një emën tjetër. Edhe kush mundet me qenë kjo emën tjetër? Që kjo shka ishtë dosh me dhonë kjo takim. Për ndryshe, nuk ka asë në loj kuptimi e organizimi i këti takimi. Pra nëse vetë vendosja, Albin Kurti shkën takim dhe thëtë kandidatja jo në pale kundër është Albulena Gjiu, me Emili Krasniqi veç më në me dhonë faleminderit për ftesën, miru pafshim. Sepse për këtë tim e kemi dhonë qëndrimin, e kemi qarë. Por, unë mendaj, si kurse e keni po... Kush është i pranueshëm për PDK-n që të? E keni po edhe në përgjigjen së tash qësit e me Emili Krasniqi, thëtë, në këtë periudhë shpresoj edhe pres, prej Zotit Kurtit reflektoj ta gjëm një kandidat ma konsensual. Cili monet më konë aje, nuk e di, unë mendoj prapë, se bo baja të e përmen Glauku Njucën, e përmendet ju, për shumë, ka pas rast që Xhavet Haliti e ka votu herën e kalume, e ta shumë për thamë se kom thonë këto, po në vitin 2011 unë kam qenë deputet, i ri, i zgjedhur, opozitor fort, e kom votu Jakub Krasniqin për kryetar të Kuvendit. 2011. Pa marrë veshe pa asgjë, vota e lirë, e kom votu, nështë s'ka pas fare nevoj për votën time, po në kom menu që Jakub Krasniqi e ka një sjellje korekte me gjitha partitë politike. Që kjo ka qenë qëndrimi jam. Zarmës me votu. Apo kupton? Sepse nuk është diçka që kryetari i Kuvendit duhet me qenë dikush që është fanatik partijak i cili e shef veç partinë e vetë, në kryetari i Kuvendit e ka atë rol. Në kryetari i Kuvendit e ka atë rol. Vetë vendosja e qënë në kryetar që e përfaqëson partinë politike. PDK-ja një që e përfaqëson PDK-n, LDK-ja një që e përfaqëson LDK-n. Kryetari duhet me përfaqësu gjithë. Prandaj nuk mundesh me prit as prej PDK-s, e lere më, e thalë, Noli LDK-ja ka qështu ma që tash është edhe perceptim që është PDK-ja, po nëse PDK-ja është Glaukun që në disa rase u konë për tej partisë të vetë, edhe nëse është si mundësi me kalu... Pra nuk e kena po në drejtim të Sarandave... Prandaj po them. Pra që ka bo Glaukun fushat... Saranda bo ko njëfë si s'ka... Fushat Glauku ka dalë, ka thonë, ose vëtoj vëqiqin e zektoja, ka qenë që me thonë... Edhe Saranda nuk ka qenë militantë, si nën kryetare. Ajo i ka hi e mefit që ato që ka thonë Glauku, përsa i përket drejtimit të Sarandave ka qenë shumë korrekt. A mundet me qenë manovër? Absolutisht pajtona me profër, me blerimin. Do thonë, kjo mund tjetë një manovër e cila realisht do duhej me a shumë fishu përgjithsinë dhe adërsimin e përgjithsisë të Kurti për blokimin e Kuvendit. Pra nëse Kurti mendon që përmes këtij takimi ka me bërë një manovër me ndo përgjithsinë, unë mendoj që na gjithë,
të ke fund partitë politike mas pari, po opinionin tërsi, duhet me shumë fishu adresimin se jo zotni, ti e përgjithësi. Se për me shku në takim, me thonë, Albulena është kandidate, nuk i nevojt për takim. Se jetu e përvu që 8 herë. Apo kupton? Kështu që ky takim ka veç një kuptim. Nëse del një kandidat tjetër, në cilë mërët me marë edhe një 5-6 votat për PDK-s ose partive tjera. Për ndryshe s'ka kuptim. Besoj që Glauku nga gjithë ata që janë deputat vetëvendosjes, ma të pranushëm për opozitën mund me qenë veç Glauku Agim Batiri. Agim Batiri? Po. Pe propozën e gja? Shpe propozoj, po... Që kemë Agim Batiri është Hajgara, është kështu për Jo, kështu për Se mund të bugoni pranushëm? Sa është Bugujevsi është e pranushëm.